Kemi pranë tashmë edhe trajnerin Arnor Rifati. Trajner, urime si gjithnjë për fitoren, një performancë shumë e mirë, 101 pikë. Kjo është duket 104 kërkoj ndjes, duket që është një sinonim i ky numri trashëgimor i skuadrës së Pontes. Faleminderit për urimin. Kam ditë që nuk do të jetë lehtë, pasi që dihet që Raveci do të thotë është në vendin e fundit, por unë gjithë javës i kam sugjeruar lojtarë që si vjet, si i pari, si i teti, si i shtati janë gjithë barabartë, secilin mund ta mund, kështu që i kemi respektuar kundërshtarin tej mase. Edhe në një farë mënyrë kam pas pak me thonë, jo frikë, po si ndroje puna ndeshjes me Trepçën, që ishte një fitore e madhe, edhe u lodhëm shumë. Edhe kemi pasur vetëm një ditë kohë për mu pregadit për Ravecin, do të thotë stërvitja e djeshit ka qenë vetë sa për sy e fashe fatkeqësisht në ora 1 të ditës, kur 10-10 kanë dalë nga palestra. Ky klub meriton pak më shumë respekt, kështu që shpresojmë kjo të bëhet në të ardhmen. Vlen të cekët që Raveci pat një shfaqje shumë mirë, ne krijum një farë komoditetin fillim, edhe lojtarët që si ulë shumë, po këta e ponë që nuk kishin ardhur me flamur të bardhë, se të ne populli, edhe u kthyen bile edhe kalun 4 pikë, po me thënë drejtën, unë dëshiroj çdo herë t'jap lavdata lojtarëve dhe ekipit, po sot pak ishte edhe fati nanën tonë, pasi që 2-3 pikësha të burg, ajo që u bë rikthimi, ishin me tabel, që duket zotit se dhe djeshtit të fitojmë, po sido që t'jetë, fitoria është fitore, me lojë mund të them që nuk jam i kënaqur ashtu që zdi, pak kemi pasin një ngërç, po kjo sigurisht është prej lodhjes të ditës së sejtë. Pikërisht për këtë, e di që nuk e i kënaqur, pati disa elemente që munguan, duke di që jemi në prag të Superkupës, edhe pse do të udhtoni në Gjakov për ndeshjen e radhës, pastaj Superkupa, jeni kampion aktual, përballën 8 ekipet, çka duni me bëu më mirë që më konë më mira për ato 4 ditë, skuadra më mirë për ato 4 ditë. Ambicia jonë është ta mbrojmë titullin e Superkupës, ta bëjmë një back to back. Tash ajo është ambicia, se sa realizohet. Normal unë gjërë jam trener që ka mentalitet fitus për këtë punë, por gramos mu shka më kënaq më së shumti në deri në 7 minutë, domethënë deri në çeto 11 xhiro, mos gaboj që kena zhvillu, është jemi i vetmi ekip në Kosovë që edhe 500 e parë luaj me 3 lojtarë vendor, do thotë me Meritonin, Urimin dhe Mujan Janjevën. Edhe i kemi vetëm 3 të huaj, kemi hapësirë për 2. Por derisa ato na shku kështu mirë, unë jam trener pak që edhe i du trenerët vendor, po edhe i du edhe lojtarët vendor, kështu që dikush do të përkujdeset pak edhe për fatin e lojtarëve vendor. Ne dim që shumë lojtarë vendor, po edhe tujtësit kanë kalu këtu, do të kanë tregu rezultate të mira. Kështu që po them, fundi është që do të shikojmë tash edhe me vllaznimin në fundjavë se si do të shkoj. Ndoshta do të përforcohemi edhe lojtar pozitës alo qendër, po mbetet të shihet në ditët vijim, kam qejf të jem enigmatik si çdo herë. Faleminderit trajner, edhe urime edhe fat në ndeshjet. Për fund këtë fitore, do m'ja dedikoj një mikut tim i cili pardje ka qenë pjesë e klubit dhe tani jetën do ta vazhdoj në Gjermani Alpaj Laloshin, ku nga Berlini do na përcjell ndeshjen. Këtë fitore ja dedikoj atina edhe ju e kujtesës, ju faleminderit. Faleminderit trajner. Ishte Arnor Rifati si gjithnjë me fjalë miradi dhe karizmatik në ato deklarimet e tij. Po ashtu theksoj që do të përgatiten normalisht dhe nëse ka nevojë të shtojnë në rosterin e tyre ndonjë lojtar tjetër kualitativ, se përket ambicieve për të mbrojtur Superkupën, e cila nis në fillim të muajit dhjetor përkatësisht me 7 deri me 11 dhe do zhvillohet në Prishtinë, ku do të jemi së bashku edhe ne si kujtesë. Kaq kishim nga palestra Sezai Suroj, unë ju falenderoj për vëmendjen.